Publikuesi i informacionit është kujdesur që të largohen nga artikulli vetëm një rresht, i cili është shumë i rëndësishëm për publikun kosovar. Dikush qëllimshëm ndërhyn në artikullin e Reutersit dhe fsheh këto informacione kaq bazike. Ky është një lajm i zakonshëm, të cilin qytetarët e Kosovës e lexojnë të përkthyer në mediat online Kosovë. Ai është i publikuar në një media e cila është anëtare e Këshillit të Mediave të Shkruara të Kosovës. Përmbajtja e lajmit tregon se Shërbimi Federal i Sigurisë së Rusisë ka zbuluar një plan britanik për të vjedhur një aeroplan MiG-31 të Rusisë. Në këtë seri të dokumentarëve kemi folur gjatë për dezinformimin rus dhe kanalet të cilat ata i përdorin për të prodhuar informacione, financuar media dhe shpërndar informacione tek qytetarët e zakonshëm në Kosovë. Por, çka gjejmë në esencë në lajmin të cilën po e lexojmë në median e Kosovës? Në paragrafin e dytë, lajmi i përkthyer në gjuhën shqipe citon Agjencinë Ndërkombëtare të Lajmeve Reuters. Sipas asaj që të gjithë kanë mësuar në Kosovë mediat ndërkombëtare, sidomos Reuters, janë media të besueshme dhe kur ato citohen, lajmi duhet të jetë në saksinë maksimale. Por në realitet, kur lajmi lexohet në detaje, kuptohen ndërhyrje serioze në përmbajtjen e tij. Po e nisim të analizojmë këtë lajm, që nga titulli. Në titullin e saj, Reuters e sakson qartë që pretendimi për migun rus është një qëndrim i mediave shtetërore ruse. Në anën tjetër, raportimi i përkthyer në Kosovë në titull shmang tërësisht këtë informacion. Pra, dikush qëllimshëm ndryshon titullin e Reutersit dhe i shërben qytetarit informacion të ndryshuar nga ajo çfarë thot Reuters në artikullin e saj. Çka na tregon tutje ky artikull? Po të lexohet përkthimi, ai është pothuajse identik me përmbajtjen e publikuar në Reuters. Përpos një elementi shumë të rëndësishëm, që lajmi sërish bëhet i manipuluar. Në përkthimin e gjuhën shqipe, publikuesi i informacionit është kujdesur që të largohen nga artikulli vetëm një rresht, i cili është shumë i rëndësishëm për publikun kosovar. Sipas rregullave, artikulli i Reuters ka në prapavit e lajmit edhe qëndrimin të cilën e marrë Qeveria Britanike për Rusinë. Ai gjendet në fund të artikullit origjinal të Reutersit. Por, në media në gjuhën shqipe, informacionet që Britania e konsideron pushtimin rus të Ukrainës si një grabitje toksore në stilin imperial nga Moska dhe informacionet se Londra ka paralajmëruar vazhdimisht se inteligjenca ruse po përpiqet të mbjellë kaos në të gjithë Britaninë dhe gjithë Evropën dhe përpiqet të minojë demokracinë, është fshirë për lexuesit në gjuhën shqipe. Pra, ta kuptojmë qartë. Dikush qëllimshëm ndërhyn në artikullin e Reutersit dhe fsheh këto informacione kaq bazike për invazionin total rus në Ukrainë. Por cila është arsyeja që dikush që përkthen një tërësi të lajmit heq prej aty një rresht, i cili ofron qëndrimin e anës tjetër? Këtu është e qartë. Informacioni është larguar qëllimisht.